Në zemër të Gjirokastrës, aty ku duhej të lulëzonte gëzimi dhe hareja e fëmijëve, këndi i vetëm i lojrave është ndruar në një skem tronditse pa përgjegjshmërie dhe braktisjeje nga institucionet vendore. Ambientet janë të mbuluara me mbeturina dhe ndotje të çdo lloji, zalli i përzierë me copa xhami dhe objekte të rrezikshme për bërë një kërcënim të përhershëm për sigurinë dhe jetën e fëmijëve. Lojrat janë të shkatruara, me pjesë të dëmtuara dhe të rënuara, duke e kthyer çdo lojë në një potencial tragjedie. Situata bëhet edhe më alarmante për shkak të godinave të braktisura që ndodhen fare pranë këndit, pa dyrë, pa dritare, të hapura dhe tërheqëse për fëmijët dhe të rinjt. Këto godina janë shndruar në vatra të konsumit të drogës dhe duhanit, duke ndikuar negativisht në edukimin dhe shëndetin e brezave të rinj. Muret janë të mbushura me grafit vulgar dhe fjalë fyese, krejt në kundërshtim me vlerat që qyteti i Gjirokastrës, me historinë dhe kulturën e tij të pasur, synon të përcjell tek fëmijët e tij. Ndriçimi mungon plotësisht gjatë mbrëmjes dhe natës, duke e kthyer zonën në një vend të rrezikshëm dhe të frikshëm për çdo kalimtar. Mungesa e një rrethimi sigurie dhe afërsia me një kantier ndërtimi e përkeqësojnë edhe më shumë situatën. Qytetarët gjirokastrit kërkojnë me ngulm ndërhyrjen e menjëhershme për të rikthyer këndin e lojrave në identitet, për ta transformuar në një hapësirë të sigurt, të pastër dhe dinjitoze, ashtu siç i takon një qyteti me trashëgimi të pasur historike dhe kulturore. Problemi i këndit të lojrave në Gjirokastër është një shqetësim i prekshëm dhe real, që kërkon zgjidhje të menjëhershme për të mbrojtur fëmijët dhe për të respektuar trashëgiminë qytetare të këtij qyteti të mrekullueshëm.